Hej, mirë se vini përsëri në podcastin Shine. Sot do të zhytemi në çështjet që realisht ka rëndësi për të rinj, demokracia, pjesëmarrja, barazia, drejtësia, por edhe më shumë. Dhe sot po flasim për diçka që është gjithmonë rreth nesh, pavarësisht nëse e mendojmë apo jo. Media. Mediat sociale, aplikacionet e lajmeve, YouTube, podcastet, gjithçka është media. Por si formësohet mënyra se si ne e shohim botën dhe çfarë roli luan ajo në demokraci? Me mua sot është dikush që ka eksploruar thellësisht këtë pyetje. Një student gazetarie, Besmiri, i apasionuar pas mënyrës se si media fuqizon qytetarët. Mirë se erdhe. Hej, jam shumë i lumtur që jam këtu. Kjo temë më prek shumë sepse media nuk është thjesht informacion, është ndikim dhe duhet ta kuptojmë se si funksionon nëse duam të formësojmë të ardhmen. Pikërisht, le të zbërthejmë se si funksionon media, çfarë ndikimi ka në demokraci dhe çfarë roli luan ajo tek të rinjt. Imagjinoni median si një pasqyrë. Një pasqyrë e mirë reflekton realitetin dhe e reflekton qartë. Sinqerisht, me detaje, por çfarë ndodh nëse ajo pasqyrë është e qartë ose dikush e mban në një kënd ku tregon vetëm një pjesë të vërtetës? Pikërisht, prandaj media e pavarur është kaq e rëndësishme. Gazetarët nuk janë thjesht njerëz me kamera apo mikrofon, ata janë hetues, kontrollues faktesh dhe tregues të historive që zbulojnë atë që është fshehur dhe e sillin në dritë. Në të gjithë botën, gazetarët hulumtues kanë zbuluar skandale të mëdha, korrupsion, abuzime pushtetin, shkatrim të mjedisit, çfarëdo qoftë. Këto hetime shpesh çojnë në ndryshime reale, dorëheqje, ligje të reja, madje edhe gjykime ndërkombëtare. Një nga shembujt më të mëdhenj janë dokumentat e Panama. Ishte një hetim global ku gazetarë nga vende të ndryshme bashkëpunuan për të zbuluar se si politikanë, biznesmenë dhe të famshëm fshehin pasurinë e tyre në llogari sekrete jashtë vendit. Pa media që hulumtoi të gjithë këto dokumente të rrjedhura, bota do të kishte mbetur në errësirë për mënyrën se si përdoret pasuria dhe pushteti prapa dyerve të mbyllura. Dhe në nivel lokal, gazetaria ka gjithashtu rëndësi. Merrni shembullin e urës së pasigurt në një qytet rural në Shqipëri, kur mediat lokale raportuan për këtë. U rrit personi publik dhe autoritetet të detyruan të ndërhynin. Kjo është media që nxit llogaridhënien. Gjithashtu është jetike e gjatë zgjedhjeve. Votuesit mbështeten te gazetarët për të shpjeguar programet e partive, për të hetuar të kaluarën e kandidatëve dhe për të kontrolluar nëse premtimet e tyre kanë kuptim real. Por gjithë kjo funksionon vetëm nëse media është e lirë. Kur qeveritë, kompanitë ose grupet politike kontrollojnë mediat, humbasin këtë reflektim të sinqert. Lajmet bëhen propagandë ose edhe më keq. Prandaj pluralizmi mediatik është thelbësor. Ne kemi nevojë për zëra të pavarur dhe të shumtë. Një peizazh i shëndetshëm mediatik përfshin perspektiva të ndryshme, duke parandaluar që një grup i vetëm të kontrollojë rrëfimin. Dhe kur ky diversitet zhduket, përfundojmë në kambëzajehon, ato hapësira digjitale ku dëgjojmë vetëm opinione që përputhen me të vetat dhe bubuj filtrimi, ku algoritmet na japin më shumë nga e njëjta gjë bazuar në klikimet tona të mëparshme. Të dyja bëjnë më të vështirë të shohim pamjen e plotë ose të kuptojmë realitetin e të tjerëve. Ka dhe një stres tjetër, rreziqet që marrin gazetarët. Edhe në vende demokratike reporterët ngacmohen, kërcënohen ose burgosen për punën e tyre. Sipas reporterëve pa kufi, liria e shtypit është nën presion dhe brenda BE-s. Dhe kur gazetarët heshtin dhe qytetarët. Mbrojtja e një shtypi të lirë do të thotë mbrojtja e të drejtës sonë për të ditur çfarë po ndodh me të vërtetë. Pa këtë demokracia bëhet një lojë e panjohur. Sepse qytetarët e informuar janë shtylla kurrizore e një demokracie të shëndetshme, dhe media na ndihmon të informohemi duke shpjeguar politika, duke lidhur ngjarje lokale dhe globale dhe duke na mësuar të mendojmë kritikisht. Nuk është thjesht një megafon, është një klasë, një skemë publike dhe një roje, dhe është gjithashtu një hapësirë për dialog, mund të debatojmë ide, të ndajmë mendime dhe madje të mos bijmë dakord me respekt. Të gjithë këto janë shenjtë e demokracie të shëndetshme. Dhe kur pushteti i del nga rruga e duhur, media le. Ajo heton buxhetet e qeverisë, praktikat e korporatave, vendimet publike dhe kur diçka nuk shkon, ja tregon botës. Kjo mund të çojë në veprim. Një histori e fortë mund të shkaktojë protesta, fushata mbrete fondesh, peticione ose madje ligje të reja. Kur padrejtia zbulohet, është e vështirë të shikosh nga ana tjetër. Pra, kur media funksionon, demokracia funksionon, por kur media hesht ose deformohet, demokracia vuan. Le të flasim për gazetarinë qytetare, çfarë është dhe pse ka rëndësi.
Gazetaria qytetare është kur njerëz të zakonshëm, jo profesionist, përdorin teknologji si smartphone apo media sociale për të raportuar atë që po ndodh rreth tyre. Ajo mbush boshllëqet kur media tradicionale nuk janë aty. Ke ndonjë rast kur kjo u duk veçanërisht? Po, ka disa. Në një shembull, një lagje në Tiranë përballoi një përmbytje serioze sepse autoritetet lokale injoruan paralajmërimet për shtretje të bllokuar lumejsh. Pas përmbytjes, banorët filmonin atë që ndodhi, e ndanin online dhe e dërguan te mediat. Kjo e bëri çështjen të bëhet kombëtare dhe autoritetet më në fund reaguan. Pra, njerëzit të zakonshëm të pajisur me telefona bën ndryshimin. Pikërisht dhe nuk ndodhi vetëm një herë. Në vitet pas asaj, i njëjti komunitet përdori video dhe transmetime live për të dokumentuar përmbytjet e tjera, rrëshqitje toke dhe infrastrukturë të dëmtuar. Çdo herë, ata i dhanë dukshmëri problemeve që po injoroheshin. Është një kujtesë e fuqishme se qytetarët nuk janë vetëm konsumator pasiv të medias, ata mund të jenë edhe krijues. Dhe kur gazetaria qytetare bëhet me etik, ajo bëhet në një formë angazhimi qytetar reale e drejt për drejt dhe me ndikim. Tani, le të kthejmë bisedën, çfarë ndodh kur njerëzit mbeten jashtë narrativës mediatike? Kur zërat mungojnë, kjo dërgon një mesazh të heshtur se për kë kanë rëndësi përvojat dhe për kë jo. Të rinjt rom, individet LGBTQ+, personat me aftësi të kufizuara, gratë nga zonat rurale shpesh janë nënpërfaqësuar ose shfaqen vetëm në mënyrë negative. Dhe kjo formëson opinionin publik, kur një grup shfaqet vetëm përmes lenteve të varfërisë ose krimit, njerëzit fillojnë të besojnë atë narrativ. Më keq, kjo formëson mënyrën se si njerëzit e shohin veten. Nëse nuk sheh kur dikë, si ti që u duheq ose që arrin sukses, mund të fillosh të besosh se nuk mundesh. Media gjithëpërfshirëse nuk janë vetëm për drejtësi, janë për dukshmëri, dinjitet dhe përkatësi. Media nuk reflekton vetëm realitetin, ajo e harton atë, dhe nëse nuk je në hart, fillon të dyshosh nëse ke vend fare në historinë e treguar. Pra, çfarë mund të nxjerrin të rinë nga kjo bisedë? Se ata kanë një zë dhe ai ka rëndësi. Nuk ke nevojë të jesh gazetar profesionist për të bërë ndryshim. Ndaj përvojat e tua, flisni, pyetni median dhe mbështetni raportimin e ndershëm. I kurioz, mendo më tej se titulli i lajmit dhe vëzhgo zërat që nuk dëgjohen. Dhe mos harro, Europa gjithashtu investon në letërsi mediatike dhe demokracinë. Ka planin e veprimit për demokracinë evropiane, që mbron zgjedhjet e lira dhe lirinë e shtypit. Pastaj ka Ditchcom, një kornizë aftësisht digjitale që ndihmon njerëzit të mendojnë kritikisht dhe të identifikojnë lajmet e rrem. Dhe Lifecom, që mëson aftësi jetësore kyçe si empatia, reflektimi dhe angazhimi qytetar. Pra, qoftë duke postuar, duke ndarë dhe duke krijuar dieni se veprimet tona ndihmojnë të formosojnë median dhe media ndihmon të formosojmë demokracinë tonë. Të gjithë kemi një rol për të siguruar që ajo të jetë gjithëpërfshirëse, e saktë dhe e drejtë. Faleminderit që ishe pjesë e kësaj bisede, ishte frymëzuese. Faleminderit për ftesën, le të vazhdojmë bisedën online dhe offline. Dhe faleminderit të gjithëve që po dëgjoni. Ky ishte podcasti i Shine. Në episodin tonë të ardhshëm do të eksplorojmë diversitetin social dhe kulturor dhe si të dallojmë se çfarë është reale online. Deri atëherë qëndroni kurioz, aktiv dhe vazhdoni të shkëlqeni.